nga 1 janari që të gjithë fermerët janë duke grumbulluar fakturat e tyre për të orientuar tregun dhe për të qenë ata pjesë e gjithë procesit në 10% të financimit të faturës së tyre, sepse kemi pas një nga diskutimet ku rreth 10% e TVSH-s nuk është TVSH, është rimbursim i faturës të 10% të cilët ato kanë për të depozituar çdo 6 muaj pranë tatimeve në mënyrë që të përfitojnë 10% të faturimit të tyre, ku duhet i depozitojnë tek tatimet, por edhe duhet i marrin nga bizneset, nga agroturizmat dhe të jenë pjesë e autofaturimit të tyre, në mënyrë që mos ketë ngarkesë edhe fermeri, edhe biznesi i cili lëshon autofaturën. Kjo është e rëndësishme sepse kemi pas dhe diskutime të kësaj natyre, por dua që të gjej rastin dhe të ftoj fermerat që të marrin të gjithë autofaturat e tyre dhe të jenë pjesë e kësaj pakete të rëndësishme për herë të parë brenda në këtë vit, në mënyrë që përveç përfitimit që do të kemi në paketën 5.2 miliard lekë në financimin drejt për drejt të tyre apo pjesën e pagesave direkte pranë AZHBR-s, por kjo është edhe një mundësi shumë e mirë që çdo faturim i tyre të kalojë në 10% të faturës ku ne do t'i kalojmë në llogarinë e tyre. Do të marr një shembull, nëse një nga bizneset një fermer do të faturoj deri në fund të vitit 10 milion lekë të reja, ne do të patjetër kalon 1 milion lekë në llogarinë e tyre. Pra është shumë e rëndësishme për ta dhe për të kaluar ne në një fazë ku fermeri të ndihmohet të kalojë në një proces më të avancuar duke i mbështetur qeveria shqiptare me këtë mundësi kaq reale, pa kaluar në procedura, pa kaluar në aplikime, por thjesht në mbështetjen e tyre duke grumbulluar autofaturat. Dhe kjo na kalon në një formalizim shumë të mirë ku të gjithë fermerët duhet pajisin spaku me një numër nipti në mënyrë që të kalojnë në këtë proces të rëndësishëm duke përfituar 10% e faturës tyre që do të çesin në çdo produkt të bujqësisë. Pra, kjo është e rëndësishme për të thënë, në mënyrë që fermerët të jenë të orientuar dhe të kenë një marrëdhënie midis qeverisë dhe sektorit privat të fermerëve. Ne duhet të them që garancia sovrane është një nga mundësitë që qeveria shqiptare ka akorduar një nga fondet prej 3 miliard lekësh në mbështetje të fermerëve ku një mbulesë e tyre deri në 70% kolateralit dhe me një normë interesi deri në 2% për të aplikuar që të gjithë bizneset bëhen pjesë. Nga 1 janari ne kemi ndryshuar dhe bazën ligjore që çdo fermer të aplikojë dhe me një numër nipti dhe të bëhet pjesë e kësaj pakete që ne t'i mbështesim çdo ferm të rritet në kapacitet dhe të kenë ata mundësi që të zhvillojnë biznesin e tyre me mbështetjen e qeverisë, me mbështetjen e kësaj pakete dhe me aplikimet që do të bëjnë pranë AZHBR-s. Ne do të jemi pranë fermerëve për të mbështetur jo vetëm me këtë mundësi pakete që është e rëndësishme për ta që kemi pas edhe kërkesa ndaj problematikave që kanë hasur, mund të themi, në dëgjesat që unë kam bërë me fermerët, por edhe para pak ditësh bashkë me Ministrin e Financave dhe guvernatorin e Bankës Shqipërisë dhe disa nga përfaqësuesit e bankave të nivelit 2, kemi pasur një takim me ta për të diskutuar rreth këtij procesi të rëndësishëm në mënyrë që ne të kemi një qasje midis bankave, qeverisë, por edhe fermerëve. Duke pasur ne problematika ndaj fermerëve ku na kanë shprehur mënyrën e aplikimit apo procedurave të tyre, ne do të ndihmojmë edhe në mënyrën e aplikimit dhe qasjen që t'ja bëjmë sa më të lehtë fermerëve midis agropikave që ne kemi në gjithë territorin, por edhe pranë AZHBR-s që ne mbulojmë me numrin e gjelbërt që ata mund të telefonojnë dhe të kemi një akses ndaj tyre për të orientuar dhe për të lehtësuar procedurat që të marrin këtë paketë të vendosur nga qeveria shqiptare.